Po ishta me dalë pyetje sa është e vështirë në këtë profesion. Nuk është e lehtë, krejt është sa ki ti vullnet. Do të me pas durim edhe vullnet, se ka njerë të realizon një fustan, ty këtë në ashtë mundet me dalë, po ka një defekt që nuk rrenë trup, së është si kukla, si njeri, është ka gjë detaj që do të me qitën mirë. Se një vello, ti kur dalin 500 vetë me po, ti do shëtë që e vello me kanën më po për krejt. Vellot është edhe vello është te për e rëndi, sa të bësh po, edhe vellot, po, edhe vellot edhe fustanat, edhe pjesë kështu shkurtime këto që kam pjesën e hajvalis ku jetoj, i bëj edhe shkurtimet e këto kohët gjatë dimrit ma shumë se kam ma lire është puna për fustana. Përgjithsi i kam në krejt mështerit krejt në rregull, bindu që kur problem s'kam, për qëto vjetë që kom bëj shala kur s'kam, unë tash ka thot dikush mrapa nuk e di veç tepër edhe silën mirë edhe kam punë shumë. Edhe kur s'kam problem, a i pruni, as i pruni, a kusha, edhe me mashkuj, edhe me femna punoj. Nuk e kam atë problem. Qka ma tepër po punoni? Fustanat edhe vellat. Fustanat, vellat, po. Në modelet juja, apo po, kombinuar? varet, ka raste që ta vje modelin, sa e po do me kep unikat, do me pas modelin e vetë. Kam raste që as do me ja tregu t'i kujna tjetër, se ka që me pas veç për veti. Vellat, sidomos vellat kanë shumë kërkesat veçanta. Vise vello është një, se na dim kej so janë shmime në Kosovë, është një shmim që ndoshta dikush të sënë për vallon. Por shamë nëse vjet dikush të temi lyp në fustan, ta ma shamë punim me që shpejton ta me qira ose. Po, me qira, po kemi edhe ato me qira. I punën edhe ashtu. Po, kemi edhe këto që i marrin verës për një ditë, dy, kthehen, miren. Shumë është edhe ajo është një punë e mirë, që mos më shpenzu shumë, mu kthy fustani, kthehet, pastrohet edhe. Edhe funi fundi po përdor vesh po, një mbrëmje. Faktikisht që ashtu një mbrëmje. Po, japëm edhe fustana me qira, edhe këto çka po muj me shku në tren tonin, që ato janë. A kite kësi kërkesa veçanta, për shumë prej, sidomos prej nusëve, thot du më punu një vello jashtë standarde, se zakonisht në vello ndryshojnë pomje. Po, gjë që kretë. Do më një punon një jashtë atyre, do më vjen të jetë një ide, po, ndryshon, pëzo e do që to po thot du m'ja hek që detaj, du m'ja vendos, në tani du t'me shkrua ato krejt qka do në e detaje, se nivello më prej nuk është kalaj bash m'ja hek pjesën ose diçkafin, qysh e lyp du t'me ba. Po me materialit, qysh keni punë, ka po puni zone, apo po, materialit, zakonisht unë e punoj me material, ato e marrin të vetin, e pe kupton? Rallon qëto që rase këto i blej vet, ato a e bë furnizimin e materialit vet, e përzgjedh çfarë don. Ti sot ki material edhe 200 euro, ki material edhe 20 euro, 5 euro, 10 euro, me metër, po, varet krejt kush çka don. Do me thonë kjo që është në rruza, kjo është tepër e shtrejt. Tash për standardet tona, 120 euro është spaku 1 metër, 1 metër do me thonë që kosht. Plus pjesa që ka hjeket, një fustan nuk mundesh me realizu me 1 metër. Para se me filluar misionin e di që përmenda më herë, sidomos me modelet e më herë që ka përdorur edhe në motorë. Po, ato janë tjera sene. Kulle që po, e di, po. Shumë sene po. Ai ke punu motor. Kum pas punu shalvaret, jën kanë me zhezhete me këto pjesë, po jën kanë shumë më atleta se materialet tash që kanë. Çfarë është zhezhet? Zhezhet është material. Publikut po më intereson. Po, zhezhet ju kanë shalvaret e lshu me kështu, ajo shumë e butë është materiali që kam edhe këtu me po, e materiali i lshut, ka nej dimijat e lshut ato shalvaret e këto, e tash të kretë sene ndryshe. Cilat e kanë ato dimi që i kanë thonë si shprej popullore, ndoshta në formë shakoje, mos u prek se dridhna vetë. Shpesh nuk përdorin pohut, sa shkon në shtrejt, apo në kumoshi ose apo edhe kumoshi kanë shumë mirë. Se u kanë një shprehje përdorshin çash është shtrejt që kanë mos u prek se dridhna vetë, arrin trup dhe po, e kumoshit që kanë se kanë edhe mata e lekat, edhe të veshja jonë, edhe përgjithësi kanë me ato veshjet që kanë pas të krate këto, dhe ajo ka pas një punim të mirë. Sa kuna mungon sa çato veshje? Shumë, bindu që shumë. Na përdos me po shumë krejt diçka tjetër. Krejt tjetër, edhe veshjet i kanë ndryshu, sa që nuk po pëlqejnë kombinimet e që aty në veshjet vjetër me këto mu së më pëlqejnë, mu pëlqejnë tamon aje vjetra që është, unë i du që ato. Nana i ka dhe ato dimijat e leshta tamon me 2 ngjyra, teget dhe zeza. Kur nuk rrin fustani që është dimija. Që në Ajvali na dim që në Ajvali ka tardhën. Po, shumë vedeve, po, përgjithsi. A ndodhë për shumë në orë dikush me thonë, valla po duli mu ma bo një veshje një rajonit ekstra. Jo është me të veshje, për ma shamë, ose një diçka
për marrë shembull një veshje Shqipërisë mesme ose diçka kështu ekstra dëshirë. Ma pak, se dhe me ardhë nuk kom shumë njohëri për veshjet e tyne, tash na faktikisht kur s'ki njohëri dhe s'guxon fort me hija, për kupton? E këto tonat po, ma pak edhe ma pak ka kështu, edhe që tash rinia. Veç veshjes tonë po, me të veshjes ma veshjet këto kombëtare, dallama e këto, përgjithsi ka. Shkurtimet e dallamave, këto tjelekave, jo komcat, jo këto që i bojnë, krejt i bëjnë. Po. Edhe i lekun e arit ja ngushtoj ku shka nevoj që ka ato, po. A këtë të me bo vetë një dallam ose një elektare për shembull? Dallam ashtu, ajo lekun e arit jo, sa ajo punim dore do të me punu ndryshe, po. Ajo, jo që s'punohet, se kur e punoj që të punë, e punoj dhe që ato, po nuk e ku marrë si profesion, se çdo profesion zgjidhet. Do me thonë ti kur t'hish kompletin setra, është një tjetër sen. Kur mirësh fustana është një tjetër sen. Duhet që një setër mirë nuk muj me të realizu, po një fustan të realizoj. Mirë, është mirë, po shka se ti e ki selektu vetë. Po, fustana, po. Edhe më mirë që tha, ndoshta je shqiptari vetëm që thu, nuk kom njohëri vetëm në diçka, po se punoj. Se shumica thonë. Jo, s'munësh me kanë mjeshtër i gjithë shkafit. Do me thonë, unë kur punoj fustana, s'muj me kanë tash në kompleti. Kompleti ka do sene ndryshi. Jo që ti s'munësh me qitë mënyrë profesionale që she punojnë qaj non-stop që miret me komplete. Se cilë profesion edhe këtu ndahet. Aj që punojnë me komplete, aj që punojnë me fustana, aj që me veshje kombëtare, krejtë senet janë të kategoritë ndryshme. Do me thonë, aje që punojnë, ndosë që s'dim me bashku, a unë e dim ja bashku krejtë senet që shdo të mirë. A për këpton? Su e kom qatë profesion, po aja ruzën e bon shumë mirë, kip, se aja ka profesion në ruzën. Oshte mi që do dojnë profesionet, oshte mi me mojtë më fokusu Edhe kjo ka si ndamje, do me thonë, nuk është, jo më rëba qepse ti kry krejt profesionet e ndryshme. Si cila dalon, ka rëba qepse që s'di me ta realizu ndoshta një fustan, po në jem profesioniste në qatë lami fustanave dhe të vellove. Që 36 vjetë punoj. Po shumë tash se këta modelit e fundit, po flasë këto, është fustana me ma ekstravagant, që po që... Edhe ato i punoj. Po, pa problem. Se, sa me marë, ka ndryshu kona. Ka ndryshu. Tash gjithë shka është, s'po di që me ta. Po, tash po përcilën edhe këto rrjetet sociale, pezo që ka veshi Jennifer Lopezi, që ka veshi ajo, që ka veshi kjo, po kom qef me realizu si ajo, si kjo edhin, tash shkojnë edhe në kombinimet aty, se tash të rritë që ashtu dojnë. A pet veshja që është me dveqës, ato janë punim dore, është diçka e vleshme që si që forë. Edhe unë më pëlqen shumë. Unë veshja me dveqës, përgjësi veshjet kombëtare, jam tepër, jam i fasonu mos tyre, për shkak se jam e ke veshja më të mirë në botë. Po, unë e pata vetë nonën, thash nonë, që shikini bo këtu, atin që i kanë ato si flokë, atin ato që, se të kësha dit i kësha morë të nona. Tha i kemi prej flokë, në rritën, edhe i kena zonë bistek, edhe i kena lidh flokë të nonës do me thonë janë. Original, po. Nanës temi ka ato që ka të vënu me qysh, tha e prejshëm një blea 2, tha i lashëm, tha dhe qato, tha i zashëm krejt për me pas ato që mi vënu këto, sa interesant në patartë. Po patartë ashtë